Po, zonjë Balluku, pse e keni çuar në shpak? Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë. Tani, Ministri dhe Drejtori i ARSH-s është financues i çdo vepre. Sado që të vi dhuratë nga një kompani, sado që të vi nga një bashki, ti minimumi do bësh minimumin për të kontrolluar nëse ky projekt është i qëndrueshëm në terren apo jo. Se mund një projekt që nesër mund të sjellë pasojat më dha siç ndodhi dhe siç mendoj që do ndodhi prapë, sepse ajo është një rrugë e paqëndrueshme. A pse ju nuk besoni kjo rrugë? Ajo rrugë do shëmbet. Jo, ajo rrugë për shkak të mënyrës se si është projektuar, ajo mund të ketë probleme të ardhmen. Dhe një nga problemet është në dimër, në çdo dimër që nga momenti që shap rruga, ajo rrugë është mbyllur sa herë bie borë. Se një rrugë që nuk e kap dielli, nuk shkrihet bora, dhe po të shkriu bora, ajo mbyllet. Të gjithë pak më tutje do shkrinte bora, pak më tutje do shkrinte, se tani ka sa afër është. Pak më tutje binte dielli? Po ja, pra binte dielli, sepse ajo vjen, domethënë ulet dhe ngrihet prapë dhe krijohet një formë grope aty që nuk shkrim bora dhe ajo bëhet e rrezikshme. Çdo rrugë, asnjë metër katror nuk duhet të rri pa u kapur nga dielli, sepse një ngritje e vogël bëhet problem për aksident. Dhe këto gjëra i shikojnë projektuesit. Dhe për këtë arsye unë kam ngula që një projekt fiktiv nuk mund të zbatohet, sidomos në terren të vështirë si qafa e Qarit. Ndërkohë që tani rruga është fakti kryer. Rruga është fakti kryer, gjithsesi përsëri ka mënyra për ta lehtësuar ose për ta zvogëluar sa më shumë atë gabim. Si? Të ripunosh përsëri atë? Minimumi ARSH-ja ka detyrim sa më shpejt mundësisht dje të asfaltojë gjurmën e vjetër. Të ripunojë atë gjurmën e vjetër? Mbi atë shtresë të bëj asfalt të ri. Të eth asfalt, siç ka ndodhur nga Erseka në drejtim të Leskovikut, që është bërë një rrugë gjurmën e vjetër ka qenë. Nuk u bë rrugë e re. Mbi gjurmën e vjetër bëri një asfalt total të rrugës. E ka detyrim të bëj asfaltimin e rrugës, dhe pasaj le të vendosin vetë publiku se nga do kaloj. Unë jam i sigurt që do kaloj nga gjurmë e vjetër, sepse... E din që është më e sigurt. Jo, përveç asaj, çdo turistët anë kalojnë nga gjurmë e vjetër. Turistët nuk vinë shikojnë rrugën, se rrugët i kanë më të mira nga ne. Ata vinë shikojnë bukuritë natyrore të zonës. Dhe është në gjurmë, pavarësisht gjurmë me kthesa, ka një bukuri, se ka pemë, ka natën kur kalon ka dhe kafshë të egra dhe buta që kalojnë, më është e këndshme udhtimi në gjurmë. ARSH-ja ka detyrim. Banorët kalojnë një mundësisht dje. Të asfaltoj, pasaj, bazë 5 vjetësh, bazë 10 vjetësh, mund të bëj lëvizje dhe të rregulloj segmentet të vogla. Dhe të lërë të dy gjurmët, se tani s'ke çfarë i bën. Në momentin që është shëmb, një kolegu im më hodhi një mendim, le të mos restaurohet me ajo që është shëmb, dhe letëri si një praktik për gjithë studentët e inxhinierisë dhe arkitekturës që të vinë ta shikojnë një projekt i gabuar ku të çon. Ndërkohë që aty të vinë një rrugë historike. Ndërkohë aty u punuan mbi të gabuarin. Nuk u hoq dorë, domethënë. Nuk u hoq dorë, vazhdon përsëri ajo. Edhe ka edhe diçka. Ju e bët në 2020, praktikisht kanë kaluar 5 vjet. 5 vjet të cilët janë shumë. Rruga u bë, se çfarë rëndësie ka për njerëzit mbas ca vitesh, nëse aty ndodh diçka ose nëse rruga ka probleme, askush do mendoj po të paktën Erioni Saj u fut në burg, se ç'i bëhet vonë njerëzve për Erioni Saj? Po pak rëndësi ka hyn apo sulm. Pra, jo. Fjala që bie, nuk ka rëndësi personi, njeriu, nuk ka rëndësi, ai denoncohet dhe spaku më në fund i gjen komunikimet. Ky është qëllimi i kallëzimit, që ata të frenonin punimet, domethënë të frenonin punimet pa lejë mjedisore, duke prerë pemë pa lejë mjedisore, sepse ato janë të gjitha provat të frenonin punimet pa lejën e ndërtimit, se leja e ndërtimit është 3 muaj mbas i kanë filluar punimet. Dhe shumë shkelje të tjera, por nuk u bë, nuk ka u arrit, pase kapacitetet e spakut ishin shumë të vogla në kohën se sa ishte krijuar. Për mendimin tim, atë kallëzim atë betejë nuk e fitova, unë e quaj betejë të humbur. Ai nuk mendoni që e fitua atë betejë? Po sepse të gjitha pikat që unë parashikoja përveç se dëmit financiar, që dëmi financiar është një lloj si nga në buxhetin tim dhe në buxhetin tuaj, po dhe në buxhetin e prokurorëve, të gjitha pikat e tjera, shpopullimi, pjesa gjeopolitike aty të gjitha ndodhen, kështu që unë e quaj një betejë të humbur atë. Dhe praktikisht e vetmja gjë që po ndodh është që po falet koka e një kryebashkiaku, kaq. Nuk kanë mbaruar hetimet. Nuk kanë mbaruar hetimet, vazhdojnë, por përgjegjësit aty janë. Drejtori i ARSH-s keq më vjen,
Inxhinier është, por është përgjegjës, mos them që nga përgjegjësit kryesorë të, se mund të çmendet kryetari i bashkisë, po financuesi me lekët e taksapaguesve shqiptar duhet të jetë i kujdesshëm kur të financojë një projekt. Sidomos kur ti ke indicio përpara tenderit që ka probleme teknike projekti, por ke edhe një tender fiktiv që doli fiktiv. Ai ka firmosur, domethënë. Po Balluku është ministri e linjës. E kuptoj, është ministri, po nuk ka pse, nuk e dinte. I thanë kjo është më mirë dhe e Po ja kam njoftuar para tenderit unë kam njoftuar. Pse duhet të besonte ty që s'ishe pjesë e punës, do të mos besonte inxhinierët cilët po e projektonin këtë, se ka dhe diçka. Se di, nuk e di këtë pjesë, po pse nuk besoj dhe ku jemi sot? Po ku jemi sot? Rruga është bërë, jo, rruga është bërë në rregull, rruga është bërë. U inaugurua, kemi një rrugë. Po pra, rruga është bërë, por është bërë një rrezik, se aty mund të ishte edhe një autobus duke udhëtuar në momentin që rishkiti dhe do ishte një katastrofë shumë e madhe, por edhe gjatë gjithë dimrit do ta shikoni edhe këtë dimër nëse do bjerë bor, do shikosh që udhëtarët nuk do kalojnë fare në atë rrugë. Nuk do kalohet. Po s'kalohet, është e pamundur. Pjerësia aty është mbi 10%. Pjerësia, domethënë, ajo mua më kujton, besoj që e keni kaluar në pjesën e Imarës, kur ra autobusi me mua më drejtën kamët kur kalojnë atë segmentin e Imarës dhe aty më drejtën kamët në momentin e kaputjes frenave, ajo ka një distancë të gjatë dhe pjerësi shumë madhe. Nuk ndodh që të 100% të udhëtarëve, po një herë ndodh. Po një herë ndodh. Dhe ju i drueni këtij fakti që mund të ndodh. Dhe ndërkohë ju thoni pra unë kur mendova të ftoja këtë mendova që ju jeni personi që e bë të denoncim dhe ja pra ku doli. Unë konsiderova që jam nga i fshatë dhe e njoh mirë terrenin, e njoh mirë zonën dhe më indicio më dha projekti që ishte kret, ishte nuk për type, ishte një projekt që kundërshtonte çdo gjë me realitetin. Edhe diçka që dua të di. Ju jeni nga i fshatë, ju kuptoni jeni projektues, pra i keni dy gjëra. Pra, po ka një të tretë që është ajo ç'më duhet mua, që thonë njerëzit, ç'më duhet mua të denoncoj kaq shumë njerëz, se praktikisht keni denoncuar një firmë të madhe, një ministre të madhe dhe një drejtor. Po mbase unë jam një ish emigrant i rikthyer në Shqipëri para 20 vjetësh dhe kam tmerr të shkoj prapë në emigracion. Dhe në vetëm mënyrë është BBT këtu. Sa e bukur kjo që the. Më pëlqeu shumë si motiv. Shumë e bukur. Jam rikthyer nga emigracioni, thot zoti Nazarko, dhe kam tmerr të kthehem prapë. Prandaj do e bëj betejën time këtu. Unë uroj që të bëjmë shumë beteja të vogla këtu për një betejë të madhe për të mbrojtur vendin. Do të thonë që është hyni, nuk mund të na përzër askush, edhe pse i duhen sa lek xhepi. Të gjithë i duan ato lekët e xhepit, po do të gjetur mënyra dhe unë me punë që kam mund të bëj shumë lek xhepi në kundërshtim më thënë duke ju rënë qafë njerëzve, por i gjithë se bëj dot. Se bëj dot se një ditë sa do të mos veproj shteti, sa do të mos veproj prokuroria dhe gjykata, një ditë të shkoj në fund çdo lloj kërkesë. Erdhi një ditë, ndërkohë kjo është në proces, kështu që nuk po merremi, por shumë interesante, pra që unë nuk e dija këtë fakt, që ju nuk e denoncuat fare, nuk e kishit me Erionin Saj, dhe ai doli. Edhe nga oficeri i policisë gjyqësore, me hije dyshim më është bërë një pyetje që pse nuk e ke kallëzuar kryetarin e bashkisë. Sepse unë gjithmonë kam qëndruar faktit që kryetari i bashkisë në një projekt rruge që është atributi pushtetit qendror, nuk ka lidhje fare me të. Po, pas ka pas lidhje, se i thoshte toj solla i mora, i bëra... Unë në momentin që bëra kallëzimin nuk e dija që nuk e dija gjitha këto komunikime. Tani dolën që shefe si domethënë shumë tjera në lidhje me shefe si. Por në atë moment unë nuk e mendoja që shefe si edhe rruga vazhdo. Shefe si